Përshëndetje të gjithëve, drejt për së drejti në sot live në Shqipëri në ekranin e Report Televizion. Ora shënon 11, shkurtimisht ju njoh me disa prej zhvillimeve kryesore. I ndjekim së bashku. Arrestohet në Dubai 39 vjeçari Bujar Sefa në kërkim nga Spaksi, kreu një grupi që bashkëpunonte me atë të Rakjave, i akuzuar për trafikimin e 2.4 ton marijuan dhe kokain drejt vendeve të Evropës. Bujar Sefa ishte në mas siguria arrest me burg nga gjykata e posaçme si drejtues grupi që kultivonte kanabis sativa në Krujë në vitet 2020 së bashku me të vllajin Islam Sefa. Kryeministri Edi Rama ka nisur vizitën 2 ditore në Izrael, ku do takohet me homologun Benjamin Netanyahu, ndërsa pasdite do të mbajë një fjalim në parlamentin e Izraelit Knesset në orën 15:15 Ndalesa e parë ishte në memorialin e Nova Side, ku më 7 tetor 2023 grupi terrorist i Hamasit vrau qindra të ri izraelit. Nesër Rama do të ketë fjalim edhe në konferencën ndërkombëtare për luftën kundër antisemitizmit, ku do të jetë i pranishëm presidenti i Izraelit Herzog. I pranishëm në ceremoninë e hapjes së vitit të ri gjyqësor, presidenti i Republikës Bajram Begaj tha se epoka e pandëshkueshmërisë ka nisur të marrë fund. Duke i drejtuar magjistratëve, Begaj tha se i kupton ata në sfidat e sistemit, por qytetarët presin vendime të drejta dhe në kohë të arsyeshme. Një vajzë 24 vjeçare u plagos me tik nga baba i saj sot në lagje numër 12 në Durrës, në rrethana ende të paqarta. Autori dyshuar është 56 vjeçari Mikel Ndoj, i cili ka qelluar edhe një djalë kalimtar i rastit, i cili kishte ndërhyrë në mbrojtje të vajzës. Të dy të lënduarit ndodhen në spitalin rajonal të Durrësit jashtë rrezikut për jetën. Policia avion kërkimet për kapjen e 56 vjeçarit. Transportuesit e mallrave në disa vende të Ballkanit kanë nisur sot një protestë të koordinuar kundër sistemit të ri të hyrje-daljeve në zonën e Schengen. Ajo do të shtrihet në Serbi, Bosnjë, Hercegovinë, por gjithashtu edhe në Maltëzi dhe Maqedoninë e Veriut. Bllokimi do të prek pikat kufitare të Shqipërisë me Malinezi dhe Maqedoninë. Plani është që bllokada të zgjasë 7 ditë, por protestuesit janë të gatshëm të ndërpresin nëse BE-ja nis negociata.